Si e mendon tash jetën e të ardhmen pas kësaj? Jetën e të ardhmen? Po. Televizion. Televizion, okej. Po. Moderatore. Moderatore, okej. Po, bilesë... Jo, s'po du me ta të rego mirë o puna. Jam interesu për shkollë këtu në Kosovë, për ta vazhduar për gazetari. Shkollë? Po, ta vazhduar shkollën po universitetin për gazetari. Edhe kam qef ta vazhdoj për moderim. Të vazhdoj këtu në Kosovë, të jetoj në Kosovë, përderisa tani e kam edhe shtëpinë këtu. Do me thënë tërë jetën time tani këtej e mbrapa e shoh vetëm Kosovë. Po, tuk që ki tash edhe shtëpinë, po duhesh edhe me apliku tash për qëndrime, se di që shenë ato punë të letrave dhe kështu, për me qenë banore e Kosovës e rregullt, duhen disa procedura që duhesh me i kry. Edhe po pramënon jetën në Kosovë ka jetë? Po, për Kosovë edhe të vazhdoj prapë në televizion, për moderim. Po kështu reality show tjera jo. Jo. Ja, jo. Veç dësh me bo misionet tuja. Mirë, po jetë familjare, jetë masi një pjesë të madhe të jetës e ki kalu ashtu vetme, ose me njerëz të cilët kur s'kanë qenë familja jote, po të cilët ta kanë ofru një strehem. Si në faktin jetimore, si në faktin të tezja, si në faktin me shoqe, apo me banor tjerë të Ismailovit, që di edhe vendet tjerë ku ke mujtë me tu, po kjo në pika shkurta kanë qenë vetë banimet tuja.